Në moshën 60 vjeçare, Vjollca ndjente sikur jeta e saj po zvogëlohej për ditë ndërsa trupi i saj po zmadhohej. Mbi pesha nuk ishte thjesht një numër në peshore, ishte një barë që e ndiqte në çdo hap, një lodhje që e shoqëronte gjatë ditës dhe një frikë e heshtur që e prit natën kur shtrihej për të fjetur. Ajo nuk e quante veten të moshuar, por ndonjëherë e kapte veten duke pyetur, apo mbaron jeta ime para se të filloj ta shijoj vërtet? Jetonte e vetme në një apartament të vogël në Tiranë, në një lagje të vjetër ku fqinjet e njihnin prej dekadash. Burrin e kishte humbur para 10 vitesh nga një sëmundje e papritur në zemër dhe që atëherë gjithçka kishte ndryshuar. Kjo humbje e thellë, e papërgatitur, i kishte thyer ritmin e jetës, kishte pushuar së gatuari me pasion, kishte pushuar së shëtituri në liçen, kishte pushuar së qeshuri fort. Dhe gradualisht, pa e kuptuar, filloi të shtonte kile. Në fillim ishin disa kilogram të padukshëm, të pafajshëm. Pastaj 10. Pastaj 20. Më pas mjekët i vun diagnozën, obezitet, tension i lartë, kolesterol dhe një rrezik i shtuar për probleme kardiovaskulare. Kishte filluar të përjetonte edhe lodhje në gjoks, sidomos kur merrte frymë shpejt. Mjeku i familjes, doktori Arjan, i kishte thënë një ditë me një ton të drejtë dhe të butë, Vjollcë, trupi po të jep paralajmërime. Je në një pikë ku duhet të zgjedhësh, ose të dorëzohesh, ose të luftosh. Vjollca kishte qeshur hidhur, lufta më ka lodhur, doktor, atëherë duhet të gjesh aleatët e duhur, i ishte përgjigjur ai. Ajo nuk e mori vesh menjëherë se çfarë donte të thoshte. Por me kalimin e ditëve, e kuptoi se jeta po e detyronte të kërkonte një ndryshim. Një mëngjes plot sinjale, ishte një mëngjes i ftohtë janari kur trupin e saj e tradhtoi për herë të parë seriozisht. Vjollca po shkonte drejt dyqanit poshtë pallatit për të bler bukë. Kishte vetëm 15 hapa nga hyrja deri te fura, por në gjysmën e rrugës ndjeu sikur zemra i po kërceu nga vendi. Filloi të djersitej, u mbështet te muri dhe fryma i u bë e cekët. Zoni, jeni mirë? E pyeti shitësia e furës së bukës që kishte dalë për t'i hedhur sjellat. Vjollca buzëqeshi me vështirësi. Jam mirë, jam vetëm pak e lodhur, por e dinte që nuk ishte pak. Kur hyri në shtëpi, u ul në koltuk, duke mbajtur dorën në gjoks. Dhe ajo ishte hera e parë kur mendoi me frikë, po sikur të mos arrit të shoh mbesën time të rritet. Kjo pyetje e thyer, e hidhur dhe e vërtet, ishte pikërisht ajo që i duhej për ta zgjuar. Ajo vendosi, do t'i kthente svaret e jetës mbrapsht, sa do e vështirë të ishte. Hapi i parë, kthimi te mjeku. Kur hyri në kabinetin e doktor Arjanit pas 2 ditësh, ai e pa menjëherë në sy se diçka kishte ndryshuar. E shoh që ke ardhur me një vendim, i tha ai pa pyetur fare. Dua të jetoj, doktor. Dua të zgjohem një ditë dhe të them, ja ku jam. Jam gjallë, jam më mirë. Doktori mori dosjen e saj, shikoi analizat, shikoi barkun e saj të rënd, duart që i dridheshin dhe pastaj foli me kujdes, do të ndiqesh dietë, aktivitet fizik, kontroll të rregullt. Por diçka tjetër dua të provosh. Çfarë? Pyeti Vjollca, një kombinim bimor çaji. Nuk është ilaç magjik, por mund të ndihmojë shumë. Ka pasur rezultate të shkëlqyera te disa pacientë të moshës tënde. Ndoshta do të jetë aleati yt. Ai i dha një letër të vogël ku ishin shënuar 4 bimë, xhenxhefil, trunz mali, hitër, rozmarin dhe një shënim. Të pihet vetëm i përgatitur në shtëpi. Asnjë çaj industrial. Vjollca e mori letrën me kujdes, gati sikur ishte një recetë jete. Sa shpesh? Pyeti, 2 herë në ditë. Dhe gjatë kësaj kohe, dëgjoj trupin. Çaji do të pastroj, por ti duhet ta degëtosh se çfarë të thot ai. Vjollca u largua nga kabineti me një lloj drite të re brenda vetes. Nuk e dinte nëse ishte shpresë apo frikë, por e dinte që ishte fillim. Hapi i dytë, takimi me Fatmën, në rrugën për në shtëpi. Vjollca ndaloi në tregun e fermerëve në kombinat për të bler bimët e çajit. Tregu ishte plot aromë dhe zëra të gërshetuar. Të gjithë shitësit e njihnin Vjollcën prej vitesh, ajo blinte me vite atje. Vjollce moj, sikur ke humbur pak ngjyrë, i tha zonja Fatma, një shitëse e thinjur me sy të mirë, po kërkoj disa bimë, u përgjigj ajo. Xhenxhefil, trunz mali, hitër dhe rozmarin. Fatma i vështroi syt. Kush ta ka dhënë këtë kombinim, doktori? Fatma buzëqeshi lehtë dhe i mori dorën. Kjo është pija e nënës sime. E ka përdorur 40 vite. Nuk është vetëm për të dobësuar trupin, por edhe mendjen. E qetëson. Të ul stresin, Vjollca ndjeu një emocion të çuditshëm, sikur po prekte një traditë të vjetër që kishte jetuar më gjatë se ajo vetë, do të përgatis vetë paketën.
Ta keni gati për një javë, I tha Fatma, dhe ndërsa paketa po përgatitej, Vjollca bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë, I tregoi dikujt për frikën e saj. Jam trembur Fatma. Shumë, ajo e mori sërish dorën, mos u trem. Frika është sinjal. Por shpresa është hap, çaji I parë dhe lotët e parë në mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, Vjollca ngrohu ujin dhe vendosi përzierjen e bimëve në filxhan. Ngjyra filloi të kthehej në një të ardhë të bukur. Aroma e rozmarinës mbushi kuzhinën dhe xhenxhefili I dha një nuancë të fortë, të ngrohtë. Kur mori glënjkën e parë, një lloj qetësie I ushtri në trup. Nuk ishte thjesht çaj, ishte sikur po pinte një vendim dhe pa pritur, pa e parandier, lotët I rrëshitën faqet, lot lehtësimi, lot për vitet e humbura, lot për burrin që e kishte dashur, lot për veten që e kishte harruar. Ishte çaji I parë që pinte për vete, jo për t'u ngrohur nga I ftohti, jo për të kaluar kohën. Ishte çaj për shpëtim, doja dal, përshpëriti mes lotësh, 3 ditët e para, dhimbjet e kokës, djersitje e lehtë, gjumi I rënduar, trupi sikur po zgjohej nga një letargji e gjallë. Por një gjë ishte e qartë, Vjollca po ndryshonte. Në ditën e dytë, filloi të ndjente uri më pak. Në të tretën, buri I re që kishte humbur 700 gram nuk ishte shumë, por mjaftonte për t'i ndezur zjarrin e brendshëm. E mbesa e saj, Ana, që vinte çdo të premte pas shkolle, e përqafoi fort. Gjyshja ime po duket më e bukur, I tha me sinqeritet fëmije, dhe ajo frazë I dha forcë sa një ushtri e tërë. Fillimi I së vërtetës. Pas një jave, Vjollca filloi të ecte 10 minuta çdo mëngjes. Në fillim çalonte pak, këmbët I rëndonin dhe shpesh duhej të ndalej. Por nuk u kthye mbrapsht. Çdo hap ishte fitore, dhe ndërsa eci në rrugicën e lagjes, ndjeu për herë të parë pas shumë kohësh që po hynte në një jetë të re. Njerëzit e shikonin me kureshtje, por edhe me respekt, sepse ata që përpiqen për veten gjithmonë duken më të fortë. Në ditën e 7, teksa pinte çajin e saj të mëngjesit, mendoi, ky çaj nuk është thjesht ilaç. Është simbol. Është fillim. Është jeta ime e dytë. Por ajo nuk e dinte se ndryshimi më I madh do të vinte nga një takim krejt I papritur, dhe se çaji bimor do ta çonte drejt një udhëtimi shumë më të thellë se sa thjesht humbja në peshë. Dita e 8, fillon betejë e vërtetë. Pas javës së parë, Vjollca u zgjua me një energji që nuk e kishte ndier prej kohësh. Syt nuk I ishin më të rënduar, frymëmarrja më e lehtë dhe lëkura e fytyrës sikur kishte marrë një shkëlqim të ri. Bëri çajin si çdo mëngjes dhe ndërsa aroma e rozmarinës mbushi kuzhinën, ajo ndjeu një ndjesë fitore së vogël, por trupi nuk ndryshon kaq shpejt. Mendja ashtu si trupi provoi ta rrëzonte. Qysh herët atë ditë, I erdhi një dëshirë e fortë për të ngrënë ëmbëlsira. Ishte një dëshirë e çuditshme, e papritur, sikur pesha e vjetër po kërkonte rikthimin e saj. Vjollca I mbajti duart në tavolinë dhe përshpëriti. Jo sot. Sot nuk do të dorëzohem. E mori gotën e çajit, e piu ngadalë dhe ndjeu se dëshira u zbut pak e nga pak. Po kuptonte se lufta më e madhe nuk ishte kundër trupit, ishte kundër zakonit. Një takim I papritur në park, të nesërmen, ndërsa bënte ecjen e saj të zakonshme pranë liçenit artificial, ndodhi diçka e papritur. Te një nga stolat, një burr I moshuar, me flokë të bardhë dhe sy të qeshur, e përshëndeti, mirëmëngjes, zonjë. Tha me një zë të ngrohtë, mirëmëngjes, u përgjigj Vjollca, pak e ndrojtur, ç'del kaq herët? E pyeti ai. Pas ka filluar dimri të vërë në provë, jam nisur të bëj pak ecje. Përshëndetin, tha ajo, burri buzëqeshi sërish, edhe unë fillova kështu para 2 vitesh. Mjeku më tha se nuk do të arrija verën. Tani jam këtu, çdo ditë, dhe çdo ditë e falenderoj veten për atë vendim. Vjollca e pa me kureshtje, e keni pasur aq serioze? Po, zonjë. Kisha probleme me zemrën dhe mbi peshën. Derisa një ditë rash të shkallët e shtëpisë. Aty e kuptova që ose do ta vdisja trupin, ose do ta shpëtoja. E shpëtova, ai I zgjati dorën, jam I liri, Vjollca, u prezantua ajo. Dhe në atë moment, ajo ndjeu rreth vetes një lloj mirësie që I kishte munguar prej kohësh. Ata ecën bashkë për disa minuta. E kishin ritmin gati të njëjtë, të ngadaltë. Por të vendosur, para se të ndaheshin, I liri I tha, nëse ke vullnet, ke gjithçka. Edhe kur s'ke askën tjetër, kjo fjali e thjesht I mbeti në mendje gjithë ditën, pesha e heshtur e viteve, ndërsa ditët kalonin, çaji bimor po e transformonte Vjollcën në mënyra që ajo nuk I kishte pritur. Filloi të humbte jo vetëm peshë, por edhe një ndjesi të vjetër të trishtimit që e kishte mbajtur të mbyllur për një dekadë të tërë.
Po zgjoheshin kujtime që i kishte mbyllur në një sirtar dhe kishte harruar Chelsin. Për herë të parë, pas shumë vitesh, Vjollca u ndal para pasqyrës. Preku faqet, qafën, supet. Po shite një grua që ishte raskapitur nga jeta. Por ende e gjallë. Dhe po shite një shpresë të vogël, por të sinqert. Ajo filloi të bënte gjëra që nuk i kishte bërë, hapi dritaret më herët, pastronte më shpesh, filloi të shkruante në një fletore çdo ndjesi. Filloi të përdorte një shall ngjyrë vjollcë që ja kishte dhuruar burri vite më parë, dhe e kuptoi se transformimi nuk ishte vetëm fizik, ishte emocional. Kriza e parë shëndetësore, por çdo rrugë e mirë ka edhe shpatet e veta. Në ditën e 14 të, ndërsa ishte duke bërë supën e mbrëmjes, ndjeu një marrje të fortë të kokës. Ishte sikur dhoma u rrotullua për një sekondë. Lëshoi lugën, u mbështet te banaku dhe u përpoq të merrte frym. Jo prap, ju lutem, tha me zë të ulët, u ul, mbajti kokën dhe e pa që duart i dridheshin. Ndjeu një lloj boshllëku, sikur trupi po i lutej për ndihmë, mori telefonin, Ana. Eja të gjyshja, të lutem, mbesës ju thye zëri kur hyri në shtëpi, gjyshja, ç'ke, jam pak keq. Më merret mendja, Ana i vuri dorën në ball, je e vakët. Të çoj te doktori, mbrëmja u kthye në shqetësim. Doktor Arjani e priti menjëherë, ke rënë me 6 kilogram në 2 javë, i tha. Kjo është shumë shpejt. Trupi po të jep shenjë ngadalësimi, do të thotë të ndaloj? Jo, u përgjigj ai. Do të thotë të gjesh ritmin e duhur. Çaji po funksionon, por duhet të hash më rregull. Ke hequr shumë vakte, ai i shkroi një dietë të re, më të balancuar. Dhe pastaj i tha me zë të ulët, Vjollca, mos u trem. Kriza e sotme është sinjal që je në rrugën e duhur. Por duhet ta ndërtosh këtë rrugë me kujdes. Në shtëpi, kur ul në divan, Ana e përqafoi fort. Mos më trem më kështu, i tha. Vjollca e puthi në ball. As unë se trem më veten. Një ndryshim që e pa e gjithë lagja, me dietën e re dhe çajin. Transformimi u bë më i qëndrueshëm. Brenda një muaji, Vjollca kishte humbur 10 kilogram. Por përveç peshës, ajo kishte humbur ajrin e rënd të shtëpisë. Dëshpërimin e heshtur, dhimbjet e kofshëve, frikën nga shkallët, netët pa gjumë, fqinjet nisën ta shihnin ndryshimin. Disa e përgëzonin, disa habiteshin, disa e pyesnin, çfarë po bën kështu moj Vjollcë, po na befason. Ajo qeshte me thjeshtësi, po pi çajin tim të mrekullive, u thoshte, por brenda e dinte se nuk ishte vetëm çaji, ishte vendimi. Ishte vullneti, ishte frika e parë që e kishte zgjuar. Rikthimi i Ilirit, një ditë, pranë liçenit, u takua sërish me Ilirin. Ai e pa nga larg dhe ngriti dorën, zonja Vjollca. Po humbet. Të ka marrë era, ajo qeshi më shumë se zakonisht, po mundohem, ecën krah për krah. Iliri e vështroi me kujdes, ke ndryshuar fytyrën. Ke dritë tani. Më pëlqen shumë kur njerëzit e gjejnë atë shkëndijën që humbasin. Vjollca uli syt, pak e turpëruar. Kam humbur shumë gjëra këto vite, kemi humbur të gjithë, tha Iliri. Por e rëndësishme është të mos humbasim veten, ata biseduan gjallë. Për herë të parë Vjollca ndjeu se po i rikthehej një ndjenjë shoqërie që e kishte harruar. E ndjeu veten e gjallë. E ndjeu se dikush e shite, para se të ndaheshin, Iliri tha, nesër do të ecim më gjallë. Mundesh, mundem, dhe ajo mundej, sepse trupi i saj nuk ishte më pengesë, po ndizej, një surprizë e vogël që ndryshoi gjithçka. Një të shtunë pasdite, ndërsa Vjollca po përgatiste çajin e mbrëmjes, trokitën në derë. Ishte Fatma, me një shport plot bim, mjalt mali dhe disa limon, për ty, moj Vjollcë. E meriton, po pse gjithë kjo? Pyeti e habitur, Fatma buzëqeshi, e ke fituar zemrën e tregut. Të gjithë flasin për transformimin tënd. Ne duam të të ndihmojmë. Nuk është pak të sfidosh trupin në këtë moshë. Vjollca u emocionua shumë, faleminderit. Nuk e di çfarë të them, thuaj që do të vazhdosh. Ka njerëz që frymëzohen nga ty, kjo fjali ishte e papritur. Frymëzim. Ajo, e cila dikur mezi ngrihej nga krevati, tani po bëhej frymëzim. E mbylli derën dhe mbështeti shpinën pas saj, duke buzëqeshur me lodh sfidat e mendjes dhe fletoria e rrëfimit. Çdo ditë, pas darke, Vjollca filloi të shkruante në fletoren e saj. Dhe aty, për herë të parë pas 10 vitesh, i lejoi vetes të fliste me të vërtetë. Ajo shkroi, kam frikë se mos përsëri kthehem aty ku isha. Kam frikë se mos lodhem. Por e dua veten më shumë se frikën. Fletoria u bë streha e saj emocionale. Në heshtjen e shtëpisë, ajo kuptoi se peshat më të rënda nuk ishin në trup,
por në shpirt. Takimi i madh i transformimit. Një ditë, pas 2 muajsh, mjeku e thiri për kontroll. Vjollca hyri me zemër që i rritë shpesh, jo nga frika, por nga emocionet. Doktori shikoi analizat. Pastaj e pa drejtë në sy Vjollca. Këto janë rezultatet më të mira që kam parë te ti në 12 vite. Ka vërtet përmirësim, tensioni është stabilizuar. Kolesteroli ka rënë. Pesha ka rënë me 14 kg. Dhe më e rëndësishmja, zemra po punon më qetë, ajo u përlot, doktor. Unë vetëm fillova të pi një çaj, nuk është çaji, tha ai me një buzëqeshje të bullë. Është vullneti yt. Çaji ishte veç një shkop që të shtyu, ai vazhdoi, nëse vazhdon kështu, do të humbasësh 25 kg brenda 6 muajve. Dhe do të jetosh shumë më gjallë. Dhe më lehtë për Vjollcën. Këto fjalë ishin si një dritë që i shpoi shpirtin, por një sfidë e re po vinte. Dasma e motrës së Anës po afrohej. Vjollca kishte frikë se mos në festa, në ushqim, në biseda, ajo do ta humbiste veten. Kjo do të ishte prova e parë e madhe jashtë rutinës së saj të re, por ajo nuk e dinte se në atë dasmë do të ndodhte një takim që do t'i ndryshonte krejt rrjedhën e jetës. Dasma që solli një kapitull të ri. Dita e dasmës erdhi. Vjollca zgjoi shtëpinë herët. Kishte një emocion të çuditshëm që i vërshonte në kraharor, një ndjenjë e përzier mes gëzimit, frikës dhe krenarisë për veten. Kur hapi dollapin, syri i ra te një fustan i vjetër lulesh që e kishte bler vite më parë, por nuk e kishte veshur kurrë nga që nuk i rrinte. Sot vendosi ta provonte, e veshi ngadalë dhe kur u pa në pasqyrë, u trondit. Fustani i rrinte. Madje i rrinte bukur. Kjo e emocionoi deri në palc. Po dukem si e re, mendoi me humor, kreu flokët, vuri pak buzëkuq dhe shallin e vjetër vjollës, simboli i ditës kur vendosi të ndryshonte jetën. Pastaj mori çantën dhe ja nisi drejt lokalit ku mbahej dasma. Ana, mbesa e saj, e priti të hyrja, gjyshja, je mahnitse. Nuk kam parë kur të shkëlqesh kështu, Vjollca qeshi dhe e puthi në faqe, mos u mëso shumë, se unë jam vajzë e re tani. Takimi i papritur me një fytyrë të njohur, në dasmë, gjithçka ishte energji, muzikë, drita, hare. Vjollca u ul në tryez dhe shijonte atmosferën. Ndjeu për herë të parë pas shumë viteve se ishte pjesë e një festë, jo thjesht një figurë në qoshe. Dikur, Ana i tha, gjyshja, më prit pak, të shkoj te kameramani. Vjollca mbeti vetëm. Derisa një hije e njohur u shfaq pranë saj. A mund të ulem? Pyeti një zë i ngrohtë. Ajo ngriti syt, ishte Iliri, pothuajse i ra gota nga dora. Po ti? Tha me çudi, erdha për djalin e një shoku. S'të besoja që do ishe këtu. Ai e pa nga kokat e këmbët, po. Dukesh jashtëzakonisht bukur sot. Vjollca u skuq, faleminderit, edhe ti dukesh mirë. Ata folën gjallë. Për filma, për shëndetin, për kalimin e viteve. Dhe mes bisedës, Iliri e shikonte me një vështrim që e bënte të ndjente një nxehtësi të çuditshme në kraharor. Sot, për herë të parë, ajo nuk ndiej e rëndë, e vjetër, e padukshme. Ndiej grua, vallëzon? E pyeti ai papritur. Se di. Jam pak e turpshme, tha ajo, eja. Nuk të sheh njeri. Tha me buzëqeshje të butë, e mori për dore. E çoi drejt pistës. Dhe atje, nën tingujt e një këngë të vjetër shqiptare, ata vallëzuan. Lëvizjet ishin të ngadalta, të kujdesshme, plot respekt. Vjollca ndjeu se gjunjët e saj nuk e linin në balë. Ndjeu se trupi i saj ishte i lehtë, i lirë. Në mes të këngës, Iliri i pëshpëriti, nuk e di sa ke humbur, por çfarëdo që ke bërë. Të ka ndryshuar shpirtin. Ajo uli syt, e prekur thellë, jo vetëm çaji. Unë ndryshova, Iliri e shtrëngoi më fort, dhe ke arritur shumë më tepër se sa e kupton. Rikthimi në realitet, ndezja e vjetër e frikës, pas festës, kur Vjollca u kthye në shtëpi. U ul në krevat dhe vuri dorën në zemër. Ishte e mbushur me emocione të panjohura. Por mbas gëzimit, u ngrit një frikë e vjetër. A thua do dështoj një ditë dhe do kthehem prapë? Ajo rrinte shpesh vetëm dhe mendonte për vitet kur ishte mbyllur në shtëpi, kur ushqimi ishte ngushëllimi i saj i vetëm. Kishte frikë se mos çdo gjë ishte veç një ëndër që do të mbaronte, por atë natë diçka ndryshoi. Vjollca shkroi në fletoren e saj, sot kuptova që jam gjallë. Që mund të dua. Që mund të më duan. Dhe nuk dua të kthehem kurrë te jeta që kisha. Ajo e mbylli fletoren dhe vendosi një gjë të rëndësishme, do luftonte deri në fund.
Për veten. Jo për askën tjetër, transformimi final, pas dasmës, Vjollca u fut me më shumë disiplinë në rutinën e saj. Çdo ditë, çaj bimor, 3 herë në ditë, ecje 45 minuta, një vakt me zarzavate, pak proteina, shumë ujë, zero sheqer, asnjë ditë nuk u ndal. As kur binte shi. As kur ishte e lodhur. As kur i dhimbte mesi, brenda 6 muajve, Vjollca kishte humbur 27 kg, nuk ishte më gruaja e rëndë që mezi ngrihej shkallëve. Tani ngjitej pa u ndalur. Nuk ishte më gruaja që fshinte trupin me rroba të gjëra. Tani vishte ngjyra. Flokët i shndritnin. Këmbët nuk i fryheshin. Tensioni u stabilizua. Kolesteroli ra. Zemra rrite më qetë. Dhe fytyra. Fytyra e saj kishte marrë një ngrohtësi rinore që të gjithë e vërenin, biseda që priste prej vitesh, një ditë, teksa po dilte nga supermarketi, një grua e lagjes, Ardita, i doli përpara, Vjollca. Je bër tjetër njeri. Të kam zili. Si ja dole, Vjollca e pa me qetësi, filluam me një gotë çaj, Ardit. Por vazhdova me një vendim, që unë meritoj të jetoj më mirë, Ardita u përlot, po unë jam 59 vjeç. Është vonë për mua, Vjollca i vuri dorën në supë, unë jam 60. Asnjëherë nuk është vonë të shpëtosh veten, këto fjalë u përhapën në gjithë lagjen. Tani njerëzit e pyesnin për recetat, për çajin, për rutinën. Disa filluan ta ndiqnin. Vjollca u bë frymëzim, jo vetëm për veten, por për të gjithë. Dita kur Iliri i tha të vërtetën, një pasdite, Iliri e ftoi për kafe. U ulën në një nga kafet e vogla pranë liçenit. Ai dukej pak i emocionuar, kam diçka për të thënë, Vjollc, po, kam filluar. Hërmë. Të ndjej diçka për ty, ajo ngriti vetullat, e befasuar, seriozisht, po. Ti më ke frymëzuar. Je e fortë, je e butë, je e sinqert. Më pëlqen shumë energjia jote. Në këtë moshë, zemra punon ndryshe, por ajo që ndjej është e vërtetë, Vjollca uli kokën. Lotët i mbushën sytë, i lirë. Unë kam pasur shumë frikë. Isha bërë hije e vetes. Zbesoja se dikush mund të më shite kështu, unë të shoh. Jo për çajin. Jo për peshën. Por për shpirtin që ke rikthyer, ajo i mori dorën, edhe unë ndjej diçka. Por kam frikë, atëherë le ta bëjmë ngadalë, i tha. Pa presion. Pa frikë. Një hap në një kohë. Si ecjet tona pranë liçenit, Vjollca qeshi mes lotëve, dakord, dhe ashtu nisi gjithçka, një jetë e re, vitet e ardhshme ishin ndryshe. Vjollca vazhdoi të përdorte çajin bimor, jo si mjekim, por si simbol i udhës së saj. Kupa e mëngjesit ishte rituali i saj i lumturisë, ajo dhe Iliri nisën të takoheshin shpesh. Shkonin në ecje, shikonin filma, nganjëherë gatuanin bashkë. Nuk kishin nevojë për shumë gjëra, thjesht shoqërinë e njëri tjetrit. Ana u rrit duke parë gjyshen e saj të transformohej në një grua të lumtur, të fortë, të bukur. Lagja mbeti e mahnitur nga ndryshimi. Disa filluan të përdornin çajin e Vjollcës, disa thjesht morën inspirimin e saj. Por një gjë ishte e sigurt, ajo nuk ishte më gruaja e mposhtur nga vitet. Ajo ishte Vjollca, gruaja që e rilindi veten në moshën 60 vjeçare. Epilogu, një mëngjes pranvere, Vjollca u ul në stol pranë liçenit, me një gotë çaji në dorë. Iliri erdhi dhe u ul pranë saj, po shoh ndryshim, tha ai, ku? Pyeti Vjollca, te mënyra se si buzëqesh. Nuk ka më trishtim në të. Është e pastër, Vjollca mori frym thellë, nuk e di çfarë më pret në jetë. Por jam gati, Iliri i kapi dorën, tani nuk je vetëm. Jetën e re e ke nisur vetë. Dhe unë jam njeriu që e pa lindjen tënde të dytë, ajo buzëqeshi, edhe gjithçka nisi me një gotë çaj, pastaj të dy ecën ngadalë përgjatë liçenit, në dritën e mëngjesit, me hapa të lehtë, me zemër të qetë dhe me shpirt të rilindur.